Kandidatët për drejtor të përgjithshëm të Policisë së Shtetit ju nënshtruan testimit përfundimtar të garës me 14 pretendent, nga e cila do të dalë kreu i ri i organizatës së uniformave blu. Sipas procedurës, një nga një dolën përpara një komisioni të posaçëm pranë Ministrisë së Brendshme, ku paraqitën platformën për drejtimin e Policisë së Shtetit. Në Ministrinë e Brendshme, gjatë këtij procesi, ishte edhe ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton, Nancy Van Horn, e cila mësohet se pati një takim me ministrin Lamallari. Në dalje, nuk pati asnjë reagim, por burimet thonë se në fokus kanë qenë pikërisht procesi i përzgjedhjes për drejtuesit e ri të Policisë së Shtetit, në një kohë kur presidenti i SBA-s ka shpallur si prioritet luftën kundër atyre që i cilëson narkoterroristë rrjeteve ndërkombëtare të drogës. Në garën për krye polic janë emra të njohur për publikun, si Tonin Vocaj, Lorenz Panganika dhe Rebani Jaupi. Kandidatët potencial janë edhe Pollum Seferi, Elidon Çela, Afrim Tafa, Skënder Hitaj, Gentian Berberi, Alfred Çepe, Ariana Rapi, Gentian Shehaj, Idajet Faskaj, Sajmir Boshnjaku dhe Neritan Albati. Thuajse të gjithë janë emra të njohur mes bluve dhe kanë mbajtur poste drejtuese dhe plotësojnë kriteret për të qenë pjesë e garës, ndërsa 2 gra që kishin aplikuar në fazën e parë të garës u skualifikuan. Komisioni i posaçëm ndërkohë ka kryer edhe një proces verifikimi të pastërtisë së figurës për të 14 kandidatët e kualifikuar, duke kërkuar të dhëna nga disa agjenci ligjzbatuese, duke përfshirë SPAK, shërbimet inteligjente dhe Agjencinë e Informacionit të Sigurisë së Mbrojtjes. Pas intervistave, brenda 48 orëve, Ministri i Brendshëm mbi bazën e pikëzimit dhe komisionit do të dërgojë emrin e Këshillit të Ministrave për miratim. Brenda pak ditësh, pritet që të kemi edhe emrin e kryepolicit të vendit, që do të pasojë në detyrë Ilir Prodën. Ky i fundit u shkarkua pas sulmit me Molotov ndaj Viles 31, tashmë e kthyer në qendër arti gjatë një proteste të opozitës.